Sa pap kemi pasur shqiptarë? Janë 10 pap. Janë 10 pap. Papa i parë shqiptar ka qenë Eleuteri. Ka qenë nga Parga. Pastaj janë 10 edhe 9 të tjerë që kanë drejtues e linje shenjtë, edhe janë 10 pap shqiptar me origjinë nga Shqipëria. Nuk po them tash shqiptar sepse nga vendet shqipfolse, sepse sot Shqipëria është ndarë në 6-7 shtete, ka në Bosnjë, ka në Serbi, ka në Bullgari. Ligure dhe Raguza ka pas qenë shqiptare. Por nga shqipfolqet, nga kombi shqiptar, 10 pap nga 260. Po, edhe unë për atë ju thashë, nuk thash për Shqipërinë Shqipërinë zyrtare. Unë kam një studim këtu, i kam gjithë me emra, tash nuk e dia, na mjafton koha me i lexu edhe me përmend. Po, patjetër. Papet më origjinë ilire, Papa Klementi i parë, Klimenci i parë, Papa Piu i parë, Papa Eleuterës, i birja bonde nga Nikopolit, është Papa Urbani i parë, Papa Kajos, Papa Kaj, Papa Sankaj, Papa Gjoni 4 Dalmati, Papa Pali 4 Karafa, Papa Sisti 5, Kanë të gjithë të vërtetuar me origjinë shqiptare. Po i kanë rujt ata se këta do i kishin fshi nga faqja vetë. I kanë rujt ata. Ata i kanë rujt letra se ne s'kishim me ditë kur gjapo. Qa të bosh aty në qëratave që si kanë djeg ato letra në asherë. S'ka shku për deja kur me i djeg. Ne i dojë me në feshtatën, dhe më atë që e kishim kollaj. Ata nuk janë djeg. Janë rujt letra aty. Janë shku me kush është dhe ku ka punu para se marë aty nga cili vende dhe ka pas babe, nane. Janë të rujtën dhe Papa Albani edhe këta janë papet shqiptarë. Pas ka dhe Papa Albani. Papa Albani 11, vitin 1771, i hapi pra katedrën e gjuhës shqipe. Pra, kanë pasur gjithë kontribut, nuk e kanë haruar origjinën. Kontribut, i herë ka qenë politike Vatikanit me trajtuar shqiptarë. Ka qenë politik, jo fe. Për fe, a i me të mësu, me thonë, me i ludzojtë, me thonë... Po edhe për këthimet në gjuhën shqipe, gjithmonë në presionin që mos t'i iknin dhe t'i bëheshin... Po, ata i kanë bëmër, parat ata i kanë bëmër, ne i kanë bëhë shtyp ata. Dhe në vitin 1800, nësë kemë veç, qka kanë shtyp ata? Ata kanë shtyp. Fjallorin e Frankbardit, të kanë shtyp ata. Fjallori është i mërkullushëm, është i rujtën. Se ne keshëm pun tjera. Fjallori i Maria Zaleqe. Gramatikat mi kanë pru 3 copë, kur shkova të Universiteti Urbaniana, dhe thash, duhe me pa, se unë e kam kopja në shpi, mi pru 3 copë në tavolinë. Thanë, profesore që kujoni, mora i kontrollova, i pava më përqyën, ishën botimi i vitit 1716 shkruar. Thash, po, ja u jep një tjerve, thash, i të zirë një nga, jo, thanë, vetëm për ty, aty nuk japim kopjet, ose japim PDF-en, me i prek me dorë, thanë, nuk i prek, ty ti thamë për respekt, e nuk ka ma me i dhonë kuj. Mi kanë prunë 3 copa aty në tavolinë. Edhe, librin Qetën e Profetëve të Pjetër Bogdanit, kam shkuat të Shtyp Shkronja, ku është Shtyp, tash e kanë, ke qenë Padova, në katën e tretë, do më thonë është libraria e librave dhe shkrimeve antike, edhe në katën e parë ka qenë Shtyp Shkronja, që është muze, dhe në katën e tretë kishin, ato Pjetër Bogdanit, Qetën e Profetëve, botimin e parë, ma sollën tavolinë, urdhë me rrështë. Asë pas fatë. Po, kënaqësi ishte, ata më thanë edhe hajde se, a që aty ka një gjë tjetër, a i libri është fare pak në krahasu me qa ka aty, kur kanë bon ata e Illyricum Sacrum, kanë bashkuar 320 dosje me i bon libër në 20 volume. Kanë botuar vetëm 8 volume, dhe dosjet janë aty dhe për shembull për Pultin, që unë kam shkruar Djeqesën e Pultit, kam shkruar, ata kanë shkruar vetëm 20 faqe, po materiale nga Shqipëria u kanë shkruar 200 faqe, u kanë quar shumë, nuk u kanë quar 20 faqe. Informacioni ka qenë shumë i madh. Dhe ata kanë përzgjedhur, kanë marrë pak këtu e kanë bën. Tash mua më intereson atë dosje më po, ata më thanë hajde shifi se po t'japim të tëra, por ne s'kem çat bëjmë hotelin, po ta pa lëm me 40 euro, siç e kemi për punojësit tanë për njerëz. E qartë.
Pra kemi një kontribut shumë të madh. Marrëdhëniet e tanishme të Shqipërisë me Vatikanin edhe me Kishën Katolike si janë më? Edhe tash, për shembull, Papa Gjon Pali ka ra në Bari në kohën e komunizmit, e ka puth tokën edhe ka bekuar Shqipërinë. Pra, ata edhe në kohën e komunizmit nuk e... Po, e mbaj mend që Radio Vatikani uronte edhe në gjuhën shqipe për krishterinë. Gjithmonë, ka thonë, edhe unë, si studiues i arkivave, kam të plot dosjen e sigurimit shtetit për marrëdhëniet me Vatikanin. Dhe nuk ka një faqe, as një rresht që Vatikani të ketë vepruar veprimtari armiqësore kundra Shqipërisë. Asë një rresht. Vatikani e kishte me komunizmin, sa kishte me Shqipërinë. Ore, me Shqipërinë aty nuk ka, përshon, me quj njerit armatosën, me vra dikose, me shem diqase, me bon diçka të keqe. Ata bonin punë e vetë, si për gjithë vendin, për me paksuat, njerëzit me kësot drejta e lirisin gjithë Europën, në përgjithësi, po një gjanë për shembull të fshehtë me vepru kundra me çu siç kanë thënë për shembull disa shtete banat armatosura kanë edhe me parashut njerëz e armë për me vrarë njerëz me kështu, ata nuk kanë fut. Nuk ka veprimtari. A janë kthyer gjitha pronat kishës apo ende nuk? Po ato ishin të okupuara, s'mund të theshin janë kompensuar, s'mund të theshin. Ja. Nuk mund të theshin ato. Pastaj kanë bërë jo gava po. Janë bërë krime. Në kohën e komunizmit, janë bon vetëm i Sisi ka bon aso krimesh që ka bon. Kanë shem kishën Vadens, kishën 1000 vjeçare. Kishën Vadens i kanë vu minë në tangut e kanë hedhë. E kishin 67-ën e kishin kthyer në hotel punëtorësh dhe flinin punëtorë që punën në hidrocentral. Po, kare, që keni lanë të aftë, një dinamitin e halën nërë. Në Nika e Mërtur, kemi pas 2 kisha, kemi pas kishën që quaj e Shenë Sofis, që ka qenë dikur, ka qenë i peshkvi para 1000 vjeç, edhe e prishën me i morën gurt me ban stallën. Nërsa kemi pas qytetin e Vargut me 8 kisha, ka qenë një monument natyror fantastik, sepse njerëzit nuk merrin as një gjethe, as gjethe kështu të thata për me përdor për pleh, nuk merrin as zjan, nuk pregnin. Ka qenë gjitha llojet e durve që kishte ajo zona, pishe, bredhe, ahe, mledhe, frashne, çdo lloj duri që ishte aty, edhe e kanë rënuar 67-ën, i kanë pre, nuk i merrin fshatar, i ka marrë repuar ushtarak me i bën dru, prishën kishat e bën shkollën, e prishën tokën e pluguan për me mjellës as një kokër së prëve, as një kokër grunë, as mesa, as kur gjanë, nuk da ishte tokë e pëshkelur. Pra kanë prish monumente kulture, kanë prish gjera që plus që kanë shkatru arkivin franceskani, kanë vjetë dokumentat, për shumë, unë e jam lidhe, dhe se ka njërës janë gjallë sot që kanë qenë ato arkiva. Edhe më kanë thonë që ka pas gjera shumë interesante aty që ka qenë, po nuk ekzistojnë. Jam kurios se në përgjithësi këto entët fetare nuk para i kanë marrë të gjithë kompensimin e pronave të tyre. Pas kompensojnë, do të përshënë dokumenta s'kompensojnë. Janë është më rëndësishëm. Dokumenti nuk kompensohet, është po është më rëndësishëm dokumenti se toka blehet dikun tjetër, bëhen. Dokumenti, ajo nuk bëhet. Dhe po të thëmë për shembull që mu më vjen keq tani që ato janë shkatruar, nuk kthehen. Kam biseduar me njerëz aty thonë kena pas listë të gjithë dokumentave të, kena pas dokumentat hershme aty dhe janë zhduk, janë eliminuar. Duhet thonë një gjë që turqit nga vitin 1479 deri në vitin 1848 nuk lejuan shkrimin shqip, as nuk lejuan bëmjen e shkollave në qytetet shqiptare ku ishin muslimat, që kishin pushtuar. Pra Shkodra, nga vitin 1479 deri në vitin 1848, kur dolën reformat e Tanzimatit, nuk ka pas kishën qytet, por Bushatlit, me qenë se qenë, dhe do më thonë, ban kompromis, ban një farë marrëveshje me katolikt me në mua ata, edhe me luftue, dhe këta me ju lonë fen, armët dhe me lonë tërtim, po, kishë, besimin. Dhe ata e lejuan një kishë maton urës bunë, si janë qytet. Nuk lanë.
Në 828 për Europa e urdhëroi Turqinë me bërë reforma, se hyni shumë borxhe dhe se lante do të borxhet, dhe thanë ndrojë shtetin, bëni reformat, merr tokë se ne laj borxhet. Edhe ata i thanë leje lirinë e fesë. Dhe sultani nxorri 828-856 në formë e ka formos ato. Tha kanë drejt njerëzit me i besu Zotit si dorën, ku do besimtari për anaristime, dhe dhanë lejen me ba kishën në Shkodër. Filluan me ba, u ngritën shqipfolësit, muslimon shqiptar, edhe e prishën. I morën i varën atje, njerën nga ta varën litar atje në Turqi, dhe kisha u ba se u baja, kisha e modhe. Dhe, do me thonë, i lejuan me hapë edhe shkollë, ishin jezuitët që hapën kolegjin nga më të mirët në Europë dhe pregatisin se ata i sponsorizonin Austriakt. Jo, nuk është që sojim vete, sepse ata i pregatisnin dhe i qonin 5 qytetet Austrisë në universitet dhe ju bënin jo vetëm teologji e filozofi, po ju bënin fizik, kimi, mjekësi, inxhinieri, mësuan mu bon, edhe u bon shqiptarët me famër, kryetari Akademisë Shkencave atje ka marrumër, në Austriqet kolegj kishin marrumër, ai Fajkonica atë kolegjin aty në Shkodër ka marrumër, që u boj mam. 11 vjet ja kanë sponsorizuar Austriak gazetën. Po, ja ka. Pra, ata bon ata dhe si me thonë, rilindjen e sponsorizuar. Investuan për shkollimin e shqiptarëve dhe për... Po, rilindjen më burë, jo për fenë, për rilindjen kombëtare më. Me qartë. Për identitetin kombëtar. Po paralel shkojnë ato marë. Po. Paralel shkojnë. Sëmëse dikush, një qëllime ka, ecën edhe... Po jo se për shembull turqit investojnë, bënin xhamia, të mësonin turqisht ata, me thonë hamdulillah, po nuk thoshin ata me fol. Edhe tani, në vitin 2025, autopërlontat buçasin, arbisht nuk e thonë. Po edhe ortodoksët, kështu flasin greqisht, vetëm katolikët flasin shqip.